të cilën ka qenë vendimi imi, një e dyta ka qenë tentimi im me edhe një herë me provu, me ju kthy basketbollit. Kushtet nuk I kemi pas tu, kemi qenë në okupim, për ndryshun edhe 94 të 95 në kumë themelu shkollën e parë të basketbollit private, po flasim, jo në kuadrë të klubeve, po private në Kosovë, së bashku me të ndjerën babën, me këshillat dhe në mentorimin e tij. Prej asaj shkolle kanë dalë shumë basketbollist njoftun, Edmond Azemi për shembull I ka bu hapat e parë te unë, Arben Fetavi, I cili sot është kryetari Federatës, Blerandi Stabileci, Astrid Ileti, shumë emra, Burim Mara, I cili ka qenë një kohë edhe kryetari I Sigal Prishtinës. Edhe mas asaj kom pa që është ngushtu pak mundësia për me vepru edhe për me dhonë atë maksimumin tim për basketbol në Kosovë edhe thjesht si familje kemi vendos me shtektu qika jame për ndryshe Andra ka lind në Stamboll në atë kohë, atje do të thotë jemi vendos, kemi edhe familjar edhe ka qenë një prej arsye pse kom mërguna ka qenë ndoshta ma e lehtë edhe po ka qenë ma e lehtë, ma e sigurt. Tash njeri ka njëherë vendos mes sigurisë edhe riskut për shkak familjes vendos për siguri, opcionet gjithmonë atë kohë kanë qenë, më thonë, ose Amerika ose Londra. New York ose Londra, shkurt. Shumë e vërtet. Edhe unë kom zgjedh as Londra, as New York, kom po Stambolli. Dhe erdhi një moment kur në fakt vendosët që të ktheheshit. Në 99-ën. Në pikë të luftës, po themi. Këto po e shpalosi për herë të parë, pikrisht atë ditë, kur ka ndodhur termeti I madh katastrofal me 17 ngushtë 99-ën, ne kemi pas fluturimin në mëngjes për me u kthy, kështu që kom përjetuar edhe atë termetin e madh kur patëm vdek diku rreth 40.000 njerëz në Turqi, në Stamboll, ka qenë një tragjedi e madhe. Edhe normal, me njerë mas luftës, ka qenë angazhimi im, fillimisht në koha ditore si gazetar, me kthy shkrimin gjuhë shqipe e tjerë, edhe mase me hapjen e Koha Vizionit në Koha Vizion, si redaktor sporti, për dikun rreth 11 vjetë, deri në fund 2012-ës, ku aty kemi bo punë tjerëzakonshme me gjithë kolegët e mi, Andinin Lokajn, Artur Shalën, Arlind Grantollin, Valon Pajazitin, ma vona janë bashku edhe Drini Jupi, Bujar Mehmeti, Drengër Guri. Natyrisht, kjo është e gjenerata të cilën e kom lënë deri sa kom punu në Koha Vizion. Sporti në këtë ka qenë pikë referente, jo vetëm për mediat në Kosovë në atë kohë, por edhe për mediumet jashtë, të cilat janë interesu në atë kohë, kur është dashur me marrë informata për atë se çka po ndodh sportin kosovar, jo ndërtu te ne. Shumë kemi punu, thonë nuk ka qenë as pak lehtë, mirë, po ai vullneti e lanin fillim të me njerë mas luftës, e ka bot vetën, dhe po ja kemi pa hajrin. Se cili për nesh ja ka pa hajrin, tash jemi shpërnda në mediume për të bashku përsëri në një medium paka shumë kolegë të cilët e patëm nisa të rukëtim në sa për vjen thash 25 gjarë. 25 gjarë, po mirë. Po më bën përshtypje, kthimi me njëherë pas luftës, normalisht që ka pas vështirësi, jo vetëm si një televizion I ri, por gjithçka tjetër edhe situata ka qenë ndryshe. Ka qenë të sapo dal nga lufta, gjithçka ka qenë u rindërtu, njerëzit janë kthy duke